Një ndeshje shumë e vështirë. Është një ndeshje vetmitare, ta themi si të gjithë e thojmë deri tani. Ne si tha dhe Juliani, jemi profesionista, sigurisht jemi mësuar me presionin, se cili ke ekipi vetë. Objektivi është marrim 3 pikëshin, se dim sa rëndësishmi do jenë për vazhdimin për endret tonë të ikim botror, dhe kështu duhet me përgatit në mënyrë më të mirë për të marrë fitoren. Sigurisht në këto ndeshjet e fundit dhe me ekipin, po dhe me ekipin kombëtare, kam dhe maksimumin për të jap sa më shumë kombëtares dhe të marrim fitoren, kështu dhe vazhdoj dhe shpresoj me një fitoren në Serbi.